Muslimanët e kanë për detyrë me mësu namazin në vllaznim. Dhe çdo kujdestar në familje e ka për detyrë me mësu fëmijëve të vet namazin. Nga se namazi është prej rregullave më të rëndësishme në jetën e muslimanit. Nuk është mirë njënin prej neve me na nxon vdekja, ndërsa e vlatë të tonë mos me dinë punën e namazit. Vallaj, nuk ka fatkeqësi më të madhe për një njeri që vdes dhe fëmijët e vet nuk i ka mësuar me namaz. Ka se namazi është shkaku kryesor i shpëtimit. Qad aflaha al-mu'minun, vërtet kanë shpëtu besimtarët. Kush janë ata besimtarë? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët në namazin e tyre janë të përkushtuar, janë të përulur, janë të vëmendshëm. Do të ajet i drejt për drejt, po thot Zoti që ti nëse don më koni shpëtuar, që kjo mënyra. Jo veç me fal namaz, po më koni përkushtuar namaz. E çish ka mundsi një prind musliman që falet vet, me i kalu koha, e me ju rrit fëmia, e mos me dhanë mundin e ti maksimal që fëmijët e ti mu kanë pej namazlive. Kjo është provë e madhe vllazni. Unë nuk po tham tash që çdo njërin prej neve na ngojnë fëmia, se megjithatë udhëzimi në dorën e Zotit. Po besimtari do të mi marr krejt sebepet, pej të parës deri e mbrëmta, që fëmijët e ti me qenë namazli në mënyrë që me hinë këtë ajet kuranor, që janë pej shpëtumve, nga se namazin e tyre janë të përulur dhe të rregull. E lusim Allahun xhalla xhelaluhu që të na udhëzojë neve, e vlatët e tonë dhe gjithë besimtarët kudo që janë, dhe të jemi prej atyre që namazin tonë e bojmë ashtu që Zoti është i kënaqur me te.